Dhe Tirana nuk është një cifël e vogël diku. Tirana është njësia më e madhe administrative. Peshën politike e ka në nivelin e kryeministrit ai që zgjidhet. Një mas kryeministrit ai që zgjidhet kryetar i Bashkisë Tiranës. Pra, gjithë kjo do të parë dhe në kuadrin e shtratit kushtetues ku po ndodh. Por to janë vendimare që i merr Partia Demokratike. Ama, të thash dhe njerë, jo vetëm procesi i kiministësh ai i angazhimit në këtë proces, po diskutohet për kandidaturat, për identifikimin, kush e identikiti i kandidatit që duhet dalin këto zgjedhje, përballë gjithë problemeve që janë, ka dhe një rezolut detyruese. Mirë, dakord. Pra ju pra, në një farë nuk bëjt vendimare që do të marrë Partia Demokratike. Me zgjedhjet e Tiranës. Por ama duhet kuptojmë që në të gjithë pra ta heqim atë pyetjen e thjeshtë që bëhet. Se është shumë e thjeshtë për të bërë. Është pothuajse falas. Pra po investojmë dhe një herë shqiptarët në një proces të tmerrshëm zgjedhor që nuk ka lidhje me asë si është majoritar, është si tema e pastër, më e thjeshtë. Thjesht është IPD dhe marrin pjesë në zgjedhje. Po pra po, pa ju futur shumë, pa e komplikuar shumë. Kur ne do të shqyrtojmë, si rregull ne marrim pjesë në zgjedhje.